ndonë se disa detaje janë ndryshuar për arsye dramatizimi, historia e vërtet këtu më poshtë është shqyrtuar me kujdes për vërtetësi dhe është paraqitur ashtu si ka ndodhur. Mirë se erdhe, Ali. Të kam arruria? Patjetër që jam I urritur, nuk e she. Të kanë lënë syt. Gjilla është ende në zjarr. Çfarë ke, Ali? Treqi të haj. Pse është gjella akoma e nxehtë? Është në zjarr, Ali. Nuk është bërë akoma. Pse nuk e hoqe nga soba më parë? Pse se le të ftohej që t'ishte gati kur të vija unë në shtëpi për të ngrënë? Nuk është bërë akoma. Pse nuk e ftohe? Mos të lutem, Ali. Pse nuk e ftohe? Mos e arë fëmijë. Më thuaj, pse nuk e ftohe? Mos. Pse? Pse? Mos të lutem. Mos. Pse? E rria gruan pothuajse çdo ditë. Akoma I kanë ngelur shenjat në trup në ato vende ku e kam gjuajtur. Unë nuk përmbahesha dot. Ndërsa flas për dobësinë time, më vjen me të vërtetë turp për gjërat që bëja. Por unë e rria gruan pothuajse çdo ditë. Gruaja dhe fëmijët ndiheshin vërtet poshtruar, por nuk e kontrolloja dot veten. Ndonjëherë shkoja në qytete të tjera që të mos e rria gruan. Qëndroja me muaj të larg, ose edhe me vite, veçanërisht në Stamboll. Hey, çuna, si po ja kaloni? Mirë, shef. Shkëlqyshëm. Kështu vazhdoni. Futju në punës. Punova si suvatues dhe bëra goxha para. Në përgjithësi punoja si mbikëqyrës. Por lekët që I fitoja I harxhoja duke pirë. Pija vazhdimisht. Do dalim për të pirë diçka, shef. A do të vish me ne? Jo, sot jo. Pse jo? Kam punë. E di se ku në ke. Aty ku shkojmë gjithmonë. Shihemi. Mirupafshim.
Po si do ta paguajmë këta? Ne mezi po ja dalim të ushqemi. Djalë budalla, Zoti të ndëshkoft, ik! Ik që këtu ik dhe mos më duk ma. Araçtan bir haber geldi. Araçtan bir haber geldi dediler ki keşke Merik ölmeseydi. Ali e këtu. Kamarier, 2 gota. Mirë se erdhe. Faleminderit. Po kënaqeni shuna. Po Ali. Oy Merik, ben kurbanım sana Merik. Do marrë edhe një tjetër. Sigurisht. Patjetër. Oy Merik, ben kurbanım sana Merik. Erdhi ora për të mbyllur, zotrinj. Sa kushtojnë këto? 50.000 lira. Nuk kam kaq shumë para me vete. Paguaj e se ke. Do t'i vendos unë të tjerët. Ja, merri. Më jep edhe një tjetër. Mjaft ke pirë për sot. Në qoftë se do të kisha pirë shumë, mos do të kërkoja edhe një tjetër. E po mirë. O, Zot. Unë dua që ai të më ndihmoj. Kush? Flas për ditët me të. Me kë? Me Zotin, me këtë tjetër. Shikoj lulet për shembull. Lulet? Po, ato. Dhe të mendosh që ato rriten në pislaka po jo. Kur ngop me ple ato, bëhen shumë të bukura. Nga vjen nera. Nga plehu? Jo, kam fjalën për erën e mirë. Zoti e përdor pislakun për të nxjerrë të bukurën. E keni nga lokali. Faleminderit. Më thuaj, a flet ndonjëherë me Zotin? Nga njëherë janë kohem. Me Zotin ti duhet të flasësh si një shok. Foli, Zotit si një fëmijë. Sepse unë kështu bëj gjithmonë. Më kupton? Zoti i do shumë fëmijët. Por nuk mund të shkoj dot në shtëpi. Sepse kur jam në shtëpi jam i dhunshëm, e ra çdo herë gruan time. Unë pi, dehem keq pastaj e ra gruan. Madje harroj edhe emrin tim. Duhet të shkosh në Arabinë Saudite. Në Arabinë Saudite Aty ndalohet alkooli. Do të duhet ta lësh pijen. të lë pijen. Do të bëhesh për sëmbari. Do të bëhesh për sëmbari. Me çfarë pune merresh? Me ndërtim. Është sovatusi më i mirë në gjithë Stambollin. Shumë mirë. Në Arabinë Saudite ka nevojë për punëtor ndërtimi. Dhe paguajnë goxha mirë. Nuk do të heqësh dot qafe pijen me forcat e tua. Këtë po ta këshilloj ty. Zot, të lutem më ndihmo. Do, Zoti, Perëndia ndihmon ata që ndihmojnë vetveten. Në rregull, zotrinj. Kaq për sot. Si thoni ti ikim në shtëpi? Gëzuar. Gëzuar.
Shkova për të punuar në Arabinë Saudite. Qëllimi i vërtet pse shkova atje nuk ishte që të fitoja para. Doja që të lija pijen. Më thanë që nuk kishte alkool në Arabinë Saudite. Por kur arrita atje, pyeta shokët dhe ata më treguan në vendin e dur se ku mund të blija pije alkolike. Kështu që fillova të pija prap. Perëndia po më ndihmon. Në fundit këtu nuk mund të pi. Do me thënë e ke lënë pijen? Po tamam, po që ador. E lash pijen. Në fakt, edhe këtu mund të gjesh alkool për të pirë, por nuk po pi më. Vetëm do një tek tuke, kupton? Në fakt isha në Mekë. Në Mekë? Haxhillokun e vogël bëra. Vitin tjetër do të shkoj për haxh. Si thua? Lajm i mirë apo jo? Po, lajm shumë i mirë, Po a mban mend, ti e di shumë mirë se në shkollë ne nuk mësonim shumë për orën e fesë. Ne bënim vetëm disa lutje në arabisht. Të kujtohet, por tani gjërat kanë ndryshuar. Do të bëhem një myslimani përkushtuar, Zehra. Do të bëhem baba i mirë për fëmijët. Zehra, nuk dua të vëmë pije në gojë. Zehra, alo, Zehra. Po? Mendova se mbyllet telefonin. Na ka marrë malli të gjithëve. Edhe mua më ka marrë malli. Dgjoj, po më mbarojnë minutat. Puthi fëmijët nga unë. Kur do të vish në shtëpi? Do vazhdoj t'ju dërgoj para. وقت المخابرة انتهى رجاء المحاولة من جديد Pas një viti, vendosa të shkoja në haxh me disa miq të mi. Në fakt, të gjithë sa ishim, u ndarë në 4 veta në çdo makinë për të ikur atje. Në makinën time nuk hypi asnjëri sepse nuk kisha patent dhe nuk kisha as shofer i mirë. Arritëm në Mekë në perëndimin e diellit dhe hym në Kaba. Pasi erdhëm rrotull Kabas, bëm faljet e darkës. Në atë mbrëmje, unë i bëra faljet e darkës për herë të parë në jetën time dhe ishte e mahnitshme. Sot u lodhëm. Shpresoj që të fletë që lodhëm. Nuk me besohet që jam këtu. Gjithë jetën time ka më ndëruar për këtë vend. Samir, kjo do të thotë se e pas ke marrë përgjigjen e lutjeve të tua. Ali, doa të të rëfej diçka. Të më rëfesh? Ashtu si shumë njerëz në vendin ton, ti nuk je rritur si një njeri fetar si gjithë neve. Fakti që po të shikoj këtu, mua më habit vërtet shumë, Ali. Ke të drejtë. Kam pasur problemet e mia. Por gjithçka do të ndryshoj. Që tani e tutje, do t'i hedh problemet pas krave. Dua të bëhem një mysliman i përkushtuar dhe një shtektar i vërtet ndaj fesë. Dua ta lë pijen dhe të jetoj në paqe me gruan dhe fëmijët. Më bëhet qefi shumë që je këtu, Ali. Ti të qoftë Allahu të gjitha lutit. Shpresoj. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shok, është shumë vonë. Duhet të shtrihemi tani. Ju dhënë Zoti një natë të qetë. Një natë mirë edhe juve. Ali, jashtë do të flesh? Nuk do të vish brenda? Në çadër është shumë vap. Do jem më rahat këtu jashtë. Natën e mirë. Natën e mirë, natën e mirë.
Si mund të ta arri, Zot? Nuk di si t'ja bëj. Por e di që ekziston. Të lutem me gjithë zemër. Dua që ti të më shfaqesh. Më shpëton nga kthetrat e alkoolit. Dua që të më shpëtosh. Ti më përket mua. Unë e di se kush je ti. Ti je Jezusi. Unë do të marr ty me vete, Ali. Por, nëse unë vi me ty, ç'do të ndodh me familjen time? Ik nga ky vend. Ti më përket mua. Kur u zgjova nga ëndra, po shpërtheja nga gëzimi. Më kujtohet që ishte një natë që solli gëzim në jetën time. Më duke sikur po fluturoja. Ishte gjëja më e bukur që më kishte ndodhur. Preka e qëllimin për të parë nëse isha mbi toka apo në ajër. Doja të shikoja të njëjtën ëndër, por nuk më flihej. Erol. Pash Jezusin. Ali? Po çfarë po thua kështu? Pash Jezusin në ëndër. Ai ishte pranë meje. Për çfarë po flet Morali? Zgjuarje? Po fal teje. Ali. E dëgjove? Zërin. Zërin e Jezusit. Po çfarë po thua kështu Morali? Zërin e Jezusit. Hëngre shumë dje, më duket dhe pate ndonjë mangë tani. Jo. Ishte një ëndër e bukur. Shumë e bukur. Si thua? Po të fle prap, do ta shikoj përsëri? Kjo po që do t'ishte një gjë e mirë. E ik shkoshtrio, nesër na pret një ditë e shënuar. Ali, ti më përket mua. Nuk do ta bësh pelegrinazhin. Ik që këtu. Vazhdoja të dëgjoja fjalën largohu, dhe ky zë më shqetësoi me të vërtet. Isha shumë i friksuar. Vrisja mendjen se nga vinte ky zë. Nuk mund të flija dot në çadër, kështu që vajta tek makina. Ali, çfarë po bën këtu? Po ike, tani po ike. Po çfarë ke kështu Ali?
Sfjeda fare gjithë natën. Vetëm këtë zë dëgjoja. Zë the? O Zot, çfarë më thua kështu? Zërin e Jezusit. Zërin e Jezusit? Aliu ka kaluar një natë të keqe, nejse mos flasim këtu. Ikim tani shpejt. Le të shkojmë tek Mina. Mirë, unë po vi pas jush. Nuk do të shkosh në këtë pelegrinazh. Ti më përket mua. Erol! 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 Unë nuk kam për të ardhur me ju. Çfarë ke ndërmend të bësh? Zëri ngulkëm që të largohen. Do të bëj atë që më thot. Ali. Ej, prej sa kohësh ke që njeh atë njeri? Prej 15 vjetësh. Hipa në makinë dhe u nisa për Agba, qyteti ku punoja. Kur arrita në shtëpi doja të bëja një dush. Pash se gjysmën e qimeve në krahërori kisha të bardha. Mendova se ndoshta ishin bërë nga djersa ose pluri, kështu që u mundova t'i pastroja me peshqir. Por ato ishin bërë vërtet të bardha. Në atë qast, një zë nga brenda më tha: "Do të shikosh gjëra më të mëdha se kjo." Pastaj u trëmba shumë. Në atë moment më pushtoi një frikë e madhe. Ishte një lloj frike e përzier me gëzim. Ndjeva që Zoti ishte me mua dhe do të më ndihmonte. E dija që do të çlirohesha nga veset e këqija dhe nga problemet, dhe në veçanti nga alkooli. Në atë qast, frika e Perëndis dhe gëzimi i brendshëm më bën që të ulesha në gjunjë. Nuk dija se ç'toja. Thash vetëm: "Po Zot, çfarëdo që do të duash prej meje që nga ky çast, unë do ta bëj." Unë do të bëj çfarë të duash. Çdo gjë që do ta duash ti. Atë mbrëmje, përsëri dëgjova një zë që më përsëriste të kthehesha menjëherë në shtëpi. Pa hezituar, i mlodha plaçka dhe u nisa për atje. Në shtëpi ishin mbledhur të gjithë komshinë. Isha tepër i lumtur. Ata e dinin që më parë që e rria gruan dhe fëmijët, por prapë se prapë më donin. Në atë qast, një zë i brendshëm më tha: "Qohu në këmbë." Dua t'ju them diçka. Kur isha në Arabinë Saudite, unë pash në ëndër Jezusin. Ai më preku mua. Dua që ju të gjithë ta dini se unë jam bëri krishter. Unë tani jam i krishter.
Hejeni fëmijë, erdhi ora për të fjetur. Hajdeni. Zehra, unë jam bërë me të vërtet i krishter. Si ka mundësi? Si ka mundësi që të bëhesh i krishter në Arabinë Saudite? Kur isha atje, Jezusi mu shfaq në ëndër dhe më preku mua. E ndjeva që më ndryshoi zemrën. Ai më fali një gëzim mjaft të madh. Më tha se unë i përkas atij. Fillova ta doja. Por nuk e di se ç'do të bëj tani. Çfarë mund të bëj unë tani, Zehra? Çfarë po thua, Ali? Ku qëndron puna? Zehra, unë të dua shumë ty. Të kam dashur gjithmonë. Kur nuk do të vë më dorë mbi ty. Zoti më ka falur. Po ti do më falësh? Të kam falur, Ali. Po përse që janë kështu? Si është puna, ha? Zera, unë jem bërë një krishter i vërtet, ndërsa ti jo. Pra, si do t'ja bëjmë? Si do ja bëjmë? S'ka gjë, Ali. Nëse ti e bëri krishter, do të bëhem edhe unë. Atë natë, shtëpia ishte plot me paqe. Megjithatë, as unë dhe as gruaja nuk njenim ndonjë të krishter. S'dinim çfarë të bënim, por duhet të punoja, kështu që ju ktheva zanatit më parshëm si suvatues. Ka ndodhur një mrekulli në jetën time. Hey, ju aty, çfarë bëni? Paguani për të folur apo për të punuar? Po, shef, ke të drejtë. Sa po i flisja shokut për Jezusin, po i shpegoja se si Jezusi më ndryshoi jetën. Nëse do të më lejosh mua, unë vetë kam shumë dëshirë të ta them edhe ty. Si mendon? As unë dhe as ju nuk kemi kohë për këto gjëra. Nëse do të punosh, puno, ose do të pushoj. Mirë. Mos u mërzit, Ali, të gjithë e din që je punëtor i mirë. Megjithatë më pushuan. Por pastaj gjeta një punë tjetër. Prap më pushuan. Unë gjeja punë në fakt, por si mbaja dot ato. Dëshira që kisha për të ungjillizuar të tjerët edhe për t'u treguar atë që Krishti kishte bërë në jetën time, ishte më e rëndësishme se sa puna që bëja. Vendosa të shkoja në Istanbul dhe të kërkoja punë. Edhe 2 vjet pasi kisha njohur Jezusin, ende nuk kisha takuar ndonjë të krishter. Nuk kisha as dhjatën e re. Në Istanbul gjeta punë shumë lehtë. Mbajta një punë stabël dhe dërgoja rregullisht para në shtëpi. Kur flise me grua në telefon, ajo qante dhe më thoshte se sa shumë e merrte malli atë dhe fëmijët. Kjo më shkaktonte goxha stres dhe fillova përsëri të pija. S'dija ç'të bëja.
Një zë nga brenda më thoshte se duhej të kthehesha në shtëpi. Më kujtoi se si Jezusi më preku në ballë dhe e dija se ai do të më ndihmonte. U ktheva në Marash. Aty gjeta punë dhe dikë që i vlerësonte aftësitë e mia, pavarësisht se nuk e vlerësonte besimin tim. Isha shumë i lumtur. Ç'kemi Zehra? Përshëndetje Ali. Ku janë fëmijët? Po luajnë për jashtë. Po shkoj të shikoj ç'po bëjnë. Jo, s'ka nevojë. Prisa të bëhet gati buka. Në rregull. Samir. Shko pusho pak. Nëse Perëndia të ka shfaqur nevojën tënde. Zera! Zera, eja pak këtu. Zera, eja shpejt. Theju Jezusit. Çfarë ka Ali? Jezusi është këtu. A je në rregull Ali? Ai është brenda në këtë radio. Po pse duhet të jetë Jezusi brenda në radio? Pranoje përpara Zotit Dëgjoje. Mëkatar, i humbur dhe pa përkraje. Nga zemra lutju Perëndis. Emri i programit në radio ishte Thirrje për Paqe. Mora një stilolaps dhe i shkruajta stacionit radiofonik. I kërkova një dhia të re. Brenda 10 ditësh mora dhiatën e re dhe sa i lumtur që isha. Lexova dhiatën e re pa fjetur fare atë natë. Në atë çast, jeta ime filloi të ndryshonte dhe kjo ishte plotësisht e vërtet. E ndjeja ndryshimin në jetën time çdo ditë që kalonte. Në fakt, njerëzit e shikonin ndryshimin çdo ditë në jetën time. Tani i ftoja të gjithë njerëzit në shtëpi dhe gjithsecilit i bëja këtë pyetje. Dëshiron ta shikosh parajsën me të vërtet? Nëse po, e janë në shtëpinë time. Shumë faleminderit Zera. Se gënjen do ta liu burrin tim që dhe ai ta lexoj dhiatën e re? S'ka nevojë që ta gënjej fare, Afet, fare. Zoti na tërheq vetëm me dashurinë e tij. Patjetër që ai do të flasë me burrin tënd, po se pati bërë që më përpara. Aliu ka ndryshuar shumë, është bërë tjetër njeri, me si po u besoj syve. Kam patur një fëmijëri shumë të vështirë. Ndjehesha i refuzuar dhe pa dashuri nga familja. Kur punoja si bari, ndjeja që ekzistonte një Perëndi edhe pse nuk e njeh. Ja shpjegoja atij të gjitha problemet dhe ai ndjente vuajtjet e mia. Më dukej sikur ai më ngushëllonte dhe gjeja paqe në të. Ai dëgjonte për orë të tëra problemet dhe telashet e mia. Jetën më ndryshoi një ëndër, sepse isha në kërkim të shpëtimit dhe shpëtimin e gjeta tek Zoti Jezu Krisht. Kështu që po të them ty që je i lodhur dhe po lufton, të përgjërohem, kërko Perëndinë e vërtet dhe jepja atij të gjitha problemet e tua. Ishte ai që i dha kuptim jetës time. Ishte Jezusi që më dha paqe dhe gëzim. Më bëri tjetër njeri, më ndryshoi. Përshëndetje. Keni qenë ndonjëherë natën në ndonjë vend të izoluar? A e keni vështruar ndonjëherë qiellin dhe jeni mahnitur me bukurinë e yjeve? Ose a jeni rrethuar ndonjëherë nga malet dhe lulet e bukura ashtu si ishte me Aliun? Reagimi ynë instinktiv është ta pranojmë praninë e Perëndisë në bukurinë e krijimit të tij, të gjithçka e që ai ka krijuar. Por jo gjithmonë i dim fjalët që ne duhet të përdorim. Nuk kemi të sigurt as nëse do të na dëgjojë pavarësisht nga ajo që ne themi apo ndjejmë. Ne kemi dëgjuar dhe thuhet se në zemrën e çdo njeriu ka një bëshllëk që vetëm Perëndia mund ta mbush. Si bari vetmuar që ishte, Ali Bektashi fliste me një Perëndi që nuk e njihte nga afër, por të cilin ai e ndjente shumë mirë që duhet të ishte atje. Vendi bosh në zemrën e tij ishte i jetur për të njohur Perëndin,
jetur për një marrëdhënie personale me Perëndin. Po ti, miku im, ka ndonjë boshllëk brenda teje që asgjë nuk e mbush dot? Perëndia është më afër nga ç'mendon. Ai po troket në derën e zemrës tënde, duke të thënë të dua. Më lër të hyj në zemrën tënde. Më lër të hyj dhe të jetoj në ty, dhe ta mbush atë boshllëk me praninë, ngushëllimin dhe gëzimin tim. Pranoje pikërisht të gjithë ngushëllimin dhe gëzimin që unë të ofroj ty. Më dëgjoni mirë. Perëndia të do me të vërtet, miku im, dhe ti duhet ta dish mirë. Perëndia do që të ketë një marrëdhënie personale me ty, një marrëdhënie intime. Imagjinoni për një çast, sikur Aliu të kishte humbur një nga delet e tij. Si bari që ishte, ai do ta kishte lënë tufën dhe do të kërkonte delen e humbur, apo jo? Atëre ai e ndjen ndonjëherë i humbur dhe mos ndoshta jeta jote është pa kuptim dhe pa qëllim për ty, atëre jepi zë thirrjes së zemrës sate. Lejoje Perëndin të dëgjoj zërin tënd. Hapja zemrën atij. Dhe kjo është pikërisht lutja jote, që ti flasësh Perëndis dhe ti të kesh kontakt personal me Perëndin tënd. Nëse ti do të kishe humbur në përmale, ose nëse do të endeshe në përshkretëtir, a nuk do të thërrisje ti për ndihmë? Në Bibël ne mësojmë se si mund t'i drejtohemi Perëndis si një baba dhe të kemi me të një marrëdhënie prindër-fëmijë. Aliu u bë besimtar kur Jezusi ju shfaq në ëndër. Ishte një ëndër kaq e bukur sa ai donte që të flinte prap dhe ta shikonte përsëri atë ëndër. Zoti mund të zgjedh që të japë edhe ty, miku im, një ëndër. Por dua që ta dish se ti nuk ke nevojë për një ëndër që të njohësh Mesian. Megjithatë, ti duhet të lutesh dhe duhet ta pranosh me gjithë zemrën tënde Perëndin. Mos ki frikë. Jezusi tha, unë jam bariu i mirë. Ai të deshi kaq shumë ty sa që ai vdiq për ty. Duhet të dish se Perëndia të pranon ty nëpërmjet birit të tij Jezus Krishtit. Pra, a je gati ti që ta pranosh atë? Nëpërmjet Jezusit Perëndia është i gatshëm të falë mëkatet. Ti vetëm duhet që t'ia hapësh zemrën Zotit Jezus Krisht. Nëse dëshiron ta bësh këtë, atëre ti mund të lutesh me mua pikërisht tani. Mik i dashur, të lutem, përsërit pas meje pikërisht këtë fjalë. Perëndia im, të kërkoj të dëgjosh lutjen time. E pranoj që jam një mëkatar dhe besoj se ti ke dërguar Jezus Krishtin për të më shpëtuar mua. Dhe tani e pranoj Jezusin si Zotin dhe shpëtimtarin tim. Më fal për mëkatet dhe më pastro mua. Më jep forcën për të ecur në rrugët e tua, o Perëndi. Dhe këtë ta kërkoj në emër të Zotit Krisht. Amen.